Turqia di të luajë shumë mirë diplomacinë në një kohë kur i vetmi antar i NATO-s që rrëzoi avionin turk para 12 viteve në mos gaboj, dhe përsëri marrëdhëniet me Putinin dhe me Rusin, pra Moskva, Ankara nuk u shuan kur biles aty dhe u bën edhe më të mëdha, saqë Rusia jashtë shtetit të tij, pra jashtë shtetit vetë ka edhe central nuklear në Turqi, pra dhe kjo është shembull i parë, pra ka në një shtet të NATO-s, por edhe këtë duhet kuptuar, të cilat nuk besoj që janë, sepse janë do të jetë problematike prononcimet e Medvedevit, sepse marrëdhëniet e Rusisë pra për me Turqinë nuk është thjesht vetëm si komshi, por edhe janë edhe strategjike, sepse dalja në ujit e ngrohta që themi ne, domethënë Rusia do të kalojë për Bosfor dhe Turqia ka qenë një ndër si mund të them një ndër antarët më kryesor, biles këndvësi më kryesor për të arritur një paqe ku në fillim të luftës, pra muajt e parë të luftës, nëse kujtohet arrit të uli ministrin e jashtëm në Ukrainas dhe atë rusin në Antalya, pra e ulin të bashkë në Antalya, po ashtu në Stamboll, por se atëherë Anglia apo dikush tjetër nuk i la që të bëjnë një paqe, por marrëdhëniet mes Moskës dhe Ankaras, po edhe mes zotit Putin dhe zotit Erdogan janë shumë më të mëdha se sa ato që thotë Medvedev, por edhe ajo që ka thënë Medvedev normalisht që është ndoshta një gisht, ndoshta jo vetëm thjesht për luftën në Ukrainë, por edhe për të ndihmuar Iranin, të cilat mos gabojnë kush me çua gjatë. Domethënë këtë mund ta marrin në një analitik krejt të ndryshme, por jo se do të jetë një ndikim negativ në marrëdhëniet turko-ruse.